mëngjesit. Unë kam kënaqësi që sot në këtë studio të kem një nga talentet e rinj, të themi, të cilat besoj se në të ardhmen do të njihet edhe më shumë. Unë kështu shpresoj sepse zëri i saj është shumë i bukur edhe mund ta krahasoj me ato zërat e artistëve profesionist. Kam kënaqësi që të kem në studio Nikolina Marović. Përshëndetje Nikolin. Kënaqësi. Ke spikatur shumë me korin e shkollës, je pjesë e korit të Gjimnazit Publik Vllazërim Bashkim. Edhe në mesin e gjithë solistave dhe pjesëmarrësve, padyshim gjithë jeni shumë të mirë, por seç mle shumë mbresa, sidomos edhe në performancën e fundit në ditën e shkollës. Si u bëre pjesë e këtij kori edhe si e gjete veten deri tani? Domethënë pjesë e korit jam bërë qysh në vitin e parë. Ishin ato ditët fillimtare, normalisht na nuk e kena njoft profesorin, as profesori s'na ka njoft ne, por na ka pyet a ka dalë kush vesh për muzikë. Unë i kam tregu se kam kryer shkollën e muzikës. Edhe kena bërë shumë prova kështu së bashku, edhe bashkë me korin, edhe me nxënësit e tjerë që kanë qenë edhe më herët në kor. Edhe thjesht e besoj si ka pëlqyer profesorit zëri. Në shkollën e muzikës ishe në ndonjë instrument të veçantë apo në solo këndim? Jo, isha në solo këndim edhe kam kryer shkollën fillore 3 vjeçare. Do të thotë bazën e kemi të mirë nga shkolla e muzikës. Cilat janë disa kujtimet bukura që ke nga kori deri tani? Nga kori, po thuaj se tona kujtimet janë bukura, po më të bukurat janë ato kur ushtrojmë tonë bashkë, kur kena ato provat, kur qeshim, kur kena ato momentet tona të themi. Gjithashtu kena pas edhe shumë udhëtime, kena shku në Prishtinë, Gjirokastër, ato normalisht ata kanë mbet një pjesë e paharruar e jetës. Si kujdesesh për zërin tënd, duke qenë ndoshta edhe në shkollën e muzikës ki marr ato informacionet që duhen, që t'jesh gjithmonë në nivel? Po, normalisht më kujdes për zëri shumë e rëndësishme, për shkak se, si më thonë, janë ato ushtrimet, do më thonë, kena ato ushtrimet që i bëjmë nxemjet vokale, para se fillojmë me këndu edhe bashkë me profesorin, me përcjelljen e pianos. Normalisht do të më shmang pijeve të ftofta, atyre gjërave, është e rëndësishme kujdesja zëri shumë. A ka sfida në vete? Ti jesh një këngëtare? Sfida, po edhe jo. Çfarë të ka shtyr ty? Ndoshta që ta vazhdosh, le të themi, pas përfundimit të shkollës së muzikës, ti jesh pjesë e korit, edhe të dalësh në skenë me gjithat vetbesimin tënd, me paraqitjen e mrekullueshme skenike që ke. Unë jam marrë domethënë me këndim që është një moshë shumë të vogël, edhe gjithmonë më ka pëlqyer këndimi, edhe normalisht prindja, familjarët tanë më kanë shtyr më tepër. Edhe kur kam kryer shkollën e muzikës, normalisht kam pas edhe profesoreshën që dutesh me përshëndet, Maja Jaković, edhe ajo ka një përkrahje shumë e madhe. Ma vonë, kur kam pa, domethënë, shkolla e Vllazërim Bashkim ka pas korin e vet, ku janë fenomenal gjithmonë, çdo vit më të mirë. Edhe normalisht kam pas qejf me kënd pjesë e atij manifestimi. Si ndihesh kur del në skenë, Nikolin? Në skenë, normalisht para skenet, ka si me thonë pak emocione, pak stres, por kur dal në skenë, disi ato se lirohem, edhe kuptoj se s'ka nevojë për ato emocione që janë para skenet. Si përzidhni këngët? Më trego pak ato sekretet e korit tuaj. Këngët, po kryesisht në këngët që i zgjedhim, vjen nxënësi, më pëlqen kja këngë, profesori provon, edhe tona këngët që i bëjmë, provojmë t'i bëjmë në stilin tonë, domethënë aranxhmanin, atëherë muzikën e këtë të tjerat, gjitha i bën profesori me piano apo me harmonik, me instrumentet e ndryshme, edhe normalisht në studio i incizojmë. Po të rinë mirë të gjitha këngët, si në gjuhën shqipe, si në gjuhën malazeze, në gjuhën angleze, është le të themi ndonjë ndryshim në varësi të gjuhës apo është e njëjtë muzikas? Unë mendoj se s'ka ndryshim, po normalisht ndryshimet janë ato tek stili i muzikës, ka balada, ka këngë popullore, unë mendoj se më tepër më shkojnë baladat se ato popullore. Do kohë edhe përgatitje, ushtroni shumë derisa një këngë del ashtu siç ju pëlqen? Normalisht ka. Qysh se fillon viti shkollor, ne mundohemi që tona këngët t'i përgatisim sa më mirë. Kur je më mirë, kur je vetëm apo pjesë ndonjë dueti?
Po, të dyja i kanë të vetat, do më thonë, kur janë pjesë e duetit, aty normalisht duhet edhe harmonia edhe me personin që jene duet. Dhe kur je vetëm, po thuaj se është pak më tepër stres, por gjithsesi ja bëm. Kush e zbuloi talentin tënd? Në fillim kush ishte që të shtiu të shkosh edhe në shkollën e muzikës, se pastaj thoj që Nikolin ka vesh. Prinderit, vllau, familjarët ishin ato të parët. E mban me daljen tënde të parë në skenë? Dalja ime e parë më duket ishte në shkollë të muzikës, dhe më thanë koncerti i parë në sallën e shkollës e muzikës. Kam pas emocione, mirë po e besoj se e kam dalë mirë. Nga gjitha këto performanca tani, që nga shkolla e muzikës edhe me korin, cila është ajo që të kalon më shumë kujtime të bukura ndoshta? Tana performancat për mua ka një rëndësi të vetë dhe kanë ato bukurit e veta, si me thonë. Me po mas shumë ti të më lejnë për shtypje, do me thonë dita shkollës e këto. Si me thonë janë pjesë, janë manifestime që bëhen në vendlinjen tonë edhe mendoj se i kushtojmë mas shumë ti të rëndësi. Mas shumë ti të rëndësi edhe kemi më tepër emocione, kur jemi për, do me thonë, prinderve tonë, njerëzve që na njohin, normalisht. Unë e di që ju performoni edhe live, ti ke kënduar edhe live gjithashtu. Kur shë një publik para që duart roket shumë, si mban ato emocionet gjatë live-it? Normalisht kur shoh personet të duart rokit, e një vetën të gëzuar, të lumtur, se do me thonë si u pëlqen. Por ishtë pak normalisht më stresuse live, sepse apo këndoj mirë, apo më shkon zëri mirë. Por prep se prep ja dalim, normalisht gjithsesi e përballojmë atë stresin. A është e vështirë të kombinohen shkolla, mësimet edhe pasioni për muzikën? Po edhe jo, është e vështirë, normalisht muzikën, mas shumë ti të përdoroj kur kam kohë të lirë. Kur kam kohë të lirë merrem me muzikë. Shkolla, do me thënë për mua është domosdoshme, për mendimin të vjen në rënd të parë, edhe mund t'i menaxhoj, të thëmë. A e sheh si një profesion? E sheh vetën në karrierë me muzikë, Nikolin? Do me thënë, mu muzika më pëlqen shumë, edhe kam të thëmi pasion për të, por unë alat mund të thëmë se si jam në atë nivel të thëmë profesionaliste, për shkak se, si me thëmë, jam një person që jam ndarë në shumë anë, kam edhe sportin, kam edhe shkollën, edhe muzikën, jam person që ka qef me provu shumë gjëra të reja, edhe atër është e vështirë, normalisht e duhet të gjesh kohë të lirë, por nuk e di se çfarë do me pret jeta. Jemi në sportin e karates, apo jo? Jo, atletikës. Atletikës, po, vrapimit. Kur e fillove? Qish në moshën 7 vjeçare, kam merre me vrapim. Më surprizove këtu. Mendova se në karate nuk e di pse, por një atlete. Muzika dhe atletika, cilën e do më shumë? S'mund të përgjigjem kësaj pyetje, se disa si ato fëmijët kur i pyesin, kene do më shumë në nga papën. Jo, nuk di, s'mund të përgjigjem, nuk mund të përgjigjem. E shë vetëm në gara, në lidhje me muzikën, do një festival që... Normalisht garat më interesojnë shumë. Vetëm kam fillu të shikoj ndonjë garë të lidhur në brendësitë e Ballkanit. Normalisht a kam me shku, nuk jam e sigurt, por shumë do të kisha pas qef se normalisht mësohen gjëra të reja, aftësi të reja, stile muzikore tjera e tjera. Si përballon Nikolin komentet pozitive dhe ato negative? Komentet pozitive, normalisht kur kam ndonjë koment pozitiv, ndihem shumë e lumtur edhe me motivon, normalisht të shkoj edhe më shumë me përpara dhe me jep si kënaqësi. Ato negative... Nuk ka, nuk dëgjon, shumë mirë jam. Sepse nuk duhet na pengoj asgjë. Je e talentuar edhe në një moshë që vetëm të ecësh përpara. Me shoqërinë e korit, jeni afruar më shumë me njëri tjetrin? Normalisht, shumë. Kemi një shoqëri shumë të mirë dhe jam shumë falenderuese për to. Vitet e para dhe vitin e para dhe vitin e dytë jena afru shumë edhe ato udhëtimet që kam thënë që i kemi bërë, ato na kanë afruar edhe më shumë, edhe me profesorat, edhe me drejtoreshën, normalisht ishte një përjetim i shkëlqyeshëm. Tani, unë shoh ti një vajzë shumë të thjeshtë, edhe shumë modeste, por kur të shoh në skenë ti je
si ato artistet e mbaja, si arrin të kujdesesh edhe për lukun, le të themi, edhe për paraqitjen tënde, se ne vajzat kemi qef pak. Kur dalim skenë, të jemi bukur. Po, si përgatitem, që thëmë, tash e kam parasysh normalisht skenën edhe me profesorin, diskutojmë, do me thonë, ata bëj këtë kështu, ata bëj këtë kështu, e përgatitem disa ditë para. Te jam pak parasysh e afert me skenë. Çfarë ju thua atyre që janë edhe vajza më të reja, por ndoshta kanë frikë dalin në skenë? Po, vajza më të reja, unë i thëmë se nuk duhen të kemë frikë të dalin në skenë. Normalisht, a ish hapi i parë edhe ish hapi me i vështiri. Për punë se ato mbellën ndoshta mendojnë çka ka me thonë dikush tjetër, kajnë turp, apo nëse, por nuk duhen hiç të kenë marrë. Do me thonë, duhen të dalin në skenë, të jenë vetvetja edhe të realizojnë ëndrat e tyre. Është akoma herët pyes se çfarë mendon për të ardhmen, nëse muzika mbetet pasion, ndoshta në të ardhmen edhe profesion me fakultet, por e mendon vetën diku, le të themi, më shumë, apo është akoma herët? Akoma është herët, ama mendoj se kam e pas diçka të si të thamë. Në minutat në vazhdim, në fund të kësaj interviste, unë do të shkëpus një pjesë ku ti ke kënduar në xhirimet që kemi realizuar në shkollë për programin e vitit të ri. Edhe ato përshtypjet edhe komentet kanë qenë gjitha pozitive. Cilën këngë do të doje që në të ardhmen të realizoje dhe të ishte pjesë e korit, që nuk e keni realizuar deri tani? Se di. Ke ndonjë artist kështu që të inspiron ndoshta? Da me thonë, ka shumë artist, normalisht s'moj të nëmrej vetëm njërin, ka shumë artist në general, kështu që me pëlqenjë shumë në gjuhën malazeze, gjuhën shqipe. Shpresoj edhe me profesorin se kena me bëjë një këngë tjetër edhe më të mirë. Ndonjë këngë tënde e ken plan, Nikolin? Mendoj se është hala herët, po shpresoj se në të ardhmen ka me pas ndonjë gjë. Ku do ju shohim pas ditës së shkollës? Pas ditës së shkollës, besoj se kemi edhe një udhëtim në Gjirokastër. Pra nuk është i gjithë kori, do jena pak a shumë afërsisht 20 vetëve, do me thënë me orkestrin, edhe me korin edhe solistat. Shumë suksese! Faleminderit.